keni kuptu që jemi të vequ janë në qerdhe. E kom pas një javë tepër të latshme. Unë jam smooth, Jani u kon shumë smooth me temperaturë edhe pëndina shumë e lodhe. Edhe ma sa dite sot e qumë Jani në qerdhe. Kështu që pa taku pak për veten, për ju tregoj pak për këtë ditë. Me kallëzu drejtën nuk është që kam naj plan ose diçka, veç po du pak më mundu mu këfill. Nëse mëj pak me dal, me ecë, nashta me pi një kafe edhe me marr pak ajer. Që që thash Janin e kemi pas smooth, shtunën a dilën. Dilën po mdoket, jo të shtunën, më ka hup sensi koha s'kajt, pasha zotin. Në 12:30 natës, po kundu pas ashtu temperaturë disa dit, me hapa, marrshim në kontrol ashtu, po aje ka pas smut edhe fytyn edhe kollër pak e mundajke. I ka da gjumi në 12:30 natës, kish pas temperaturë 40.1, kur nuk e ka pas kaq nalt, me njëherë unë nesëm e qute mjeku, e qumë këto të që këmë fë janë fush Kosovë, mandej këto na dhanë raportin që me shku në pediatrin që ku ka. Edhe shku ma tje, e bëm kontrolën, mastaj na thanë që m'ja bo edhe disa analiza, edhe mandej u dasht me i qita dhe antibiotika, inhalem, edhe sprej për hun, edhe sprej për fët, tana bre tana. Kërkoj falje për të folurën teme, po jam shumë e bllokume. Edhe se mi këthy në shpe deri ka ora 3 mdoke, 3 gjysë që ashtu ka flet. Edhe do më thoni ka dhe 1-2 ditë që ka me marrë antibiotikën, po që me bu. Jani është një fëmijë kështu që deri në moshën 1 vjeçare kur nuk na ka smut. Gjithmonë kemi qute mjeku vetë se u dasht ashtu kontrolën 1 muj, 2 muj, deri në 6 muj, mas në mjeku na ka thonë s'ka nevojë, se është shumë mirë me peshë, është ushqim mirë. Edhe vish nëse ka diçka, do më thonë nuk është që kem pas nevojë me majt ashtu mas 6 mujve mund me qu çdo muj të mjeku. Derisa i ka bo ashtu 1 vjet, o konë shumë mirë. Mas nej nuk e dije më një farë goditje në imunitet, edhe krejt janë nisi për momentit kur u rëdzu që e qau vetlan, edhe u dasht me kep, edhe mas nej goxha një periud derisa ju ka shnosh, edhe që ajo konë tepër stresuse për neve, edhe një kësisht edhe për ta, që ajo konë fillim djetorit. Mas nej në fillim të janarit, me njëherë me 1 janar, është smu me temperaturë, u dasht edhe atëherë që është në gjysë natës me qute mjeku në Gjakovje, me konë atëherë. Mas nej prap në shkurt, prap në mars, edhe tash prap në prill. Edhe çdo herë është dash me antibiotik, se janë që shtoj mundon shumë temperatura. Kur të kap, i shkon goxha nalt. Edhe pse vazhdimisht i kom jep vitamina, se di që janë shumë të rëndësishme, sidomos vitamina C, jo mënu ashtu non stop jep, janë ushqehet shumë mirë, han buk, pin, uj. Thjesht e ka pas ashtu një goditje, duhet një ku derisa ta merr veten, edhe inshallah pak sezona e verës, e letëson se nashta puna e dimnit, ashtu virozat është shumë ma lehtë me i kap. Edhe bile kur ishim të diskutu për punën e qerdhës, e krejt na thoshin që okay, kur t'ja nis qerdhen përgatituni se me njëherë ka mu smu, si të smut, një fëmijë ka mu smu edhe kë, është e kuptueshme edhe jemi përgatit për qëtë pjesë, ama edhe para se me nis qerdhen do më thonë Jani çdo muj. Kështu e ka pas ka një 3-4 ditë, ashtu që nuk u konë mirë. Mandej tu trajtu Jani, më kapi edhe mu. Vrejt do ditë që nuk jem konë mirë me fyt kështu, edhe me hun. Mu ka njëherë për më kap një farë nxehtësie, po do të me qelë këtë dritarit, mu fa ditë. Edhe më nej që aty jem ftoh fort keq. Leqa e ke keq, po keq edhe une, edhe ma keq. Kur to fëmija keq, ti vetën as se llogarit, kështu veç ku flajke, do më thonë më isha më në ullë me pi një qaja, me pi një supa. Nuk e di, po besoj që ka edhe për në tjerë që janë të kalu në qëtë periudhë me çdo virozat. Ama më dhimet shumë besoj janë shumë lodhet edhe kur të smuhet, sa do që është keq që smuhet, po pjesa që e du mas shumë të është që vjen të one. Mami, edhe veç do me nejt në katë e mi, o zot, ma knot zemrën. Po qysh bes më përqall pak ma shumë, kur je edhe shnash kështu. Marrë me puq mamin që ashtu, për ndyshe ja hos zemrën kreta. Se kom nal heq, do më thonë qëtë video, unë e di sa kom e hek me e montu. Qështu po mdoken shumë bukur flokët. Valja më tha diçka që nuk më ka nisë, po s'po mdoket mirë që kjo pjesa e rajës që më ka dalë shumë. Unë nuk i kom pas flokë kur qështu. Kam i dash qa do të me bua, do të me shku me lyviq rajën, për me neutralizu ngjyrat, mos me u do keq ashtu. Se tha ndjell, po të vrehen si 2 ngjyrat e raja. Tregami, sti, jam e rejnë këtë sport. Po e vrej që jam shumë smute, pse unë gjithë e kam vu se thata, a më qëta që kam katastrofë. Unë i baj me qëtë vaselinën, lip therapy, e maja ashtë në qandë,
Edhe shpesh e qes kështu në vend lip glossit. Ju që më thoni fol me hun, unë që tashem të fol me hun, se ju në katastrofë. E keni kuptu që jemi të vequ Janin qedhe. Jo më bo një 3 java, ashtu që kemi fillu njëherë me qëtë fazën. Po më nej hala në fakt kemi në fazën e adaptimit, se ka pas shumë ditë pushim, që në konë qëto festa shtetërore, edhe një 2-3 ditë nuk kemi mujt me qu, një 2 ditë jemi konë në Greqi, dje nuk e kemi qu se ke smut, edhe njëherë në fillim që atëherë u kun pak smut edhe s'kemi mujt me qu. Po i ka një 4-5 ditë që e kemi lun edhe me flejt, të më thonë edhe shkojme marrë ma ashtu mas gjumit. Dhe tash po na doku që po shkon shumë mirë, ashtu adaptu, pi pëlqen ambiente, dhe na po një jemi kështu shumë komod, shumë rahat, po na pëlqen që po knaqet. Po gjithë qysh do me bo një video ashtu ekstra për këtë pjesën e qerdhes, edhe eksperiencen e Janit deri tanishme, po edhe eksperiencen tonë si prind, edhe këto ditë e para pa Janin. Edhe pse mi konë shumë të angazhum, konë valja Dani, konë si një farë të lëvije, qojshim Janin, delshim, do vënë mi konë të në konë, nuk është që nga ka rash shumë që me qu Janin edhe mu këthy në shpe dhe me konë vetë. Besoj që ajo kish bon ashta mu përjetu pak ma rën. Në përgjithsi, kështu dhe tash ka shku shumë mirë, edhe me vetën, pak jom që ditë se mirë i kom kontrolu ashtë ndjenjat, po ju të regaj, kështu që a di qysh mundeni me m'pyt që to qa keni pytje rrëth qerdhes, edhe mandej në videon që e bëj, edhe ju përgjigjën që atyne, edhe të regaj eksperiencën tonë, që ashtu me ju ndimu ma shumë. Nëse veç keni naj, nëse veç mojmë hi një mu diqka. Unë thash veç një touch-up, a mu e bona full, bo. S'mojën e veç pak. Nejse, shark nuk kom qitë, kështu që i kom jep vetës në gjyrë, se u pata zbej krejt. Super e kujva. Po më nejtë që shtash e shkon opcioni mirë mja nisë me shku pak në solarium, se kështu e bardhë si bora, me hin pran verë në verë, nuk di të më thonë. Në fakt, për ndryshe, i kem bo javën e kalu me qatë real talk, get ready with me me Valen, edhe përmenojmë që me vazhdu me i bo që ato video, edhe pse ajo është në Zvicër, unë jam në Kosovë, dhe pse që mundu me bo diçka që me vazhdu si seri të videove, me tema tona qikave të grave, edhe mundu edhe jo me na tregu na i temë që keni qef. Po menojmë që kemi gjetë temën e radhës, po na po kemi shumë qef që me vazhdu qëto, kështu që mundeni me na propozu ide. Shka me trajtu si tema, unë jam gati. E të lat harua me bu me gel, po whatever. Po përtoj me qetë qantën, me qetë kjellën, gjendja momentale. Sot. Ciao njerëz. Nëse jeni të përballë me këta gripa, inshallah ju kalon sa ma shpejt se